Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë, flasim për temperaturat e larta të kësaj stine vere, për post janë të bukura se shërbejnë për të kaluar pushimet në Bregdet apo edhe mal, kanë shoqërohen ose krijojnë problematika të ndryshme shëndetësore tek njerëzit, ndikojnë në goditjet në tru, për shembull në dehidratim, ndikojnë tek sëmundjet kronike. Ne jemi gjithmonë këtu për të dhënë këshillat e duhura se si mund t'i përballojmë temperaturat e nxehta të stinës së verës. Se kush më mirë se kreu i urgjencës kombëtare, zoti Skënder Brataj mund ta bëj këtë, kështu që e kam në një lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment, e kam shkëputur për pak nga puna e tij e përditshme për të dhënë informacionin e duhur për publikun që na ndjek. Kënaqësi zoti Brataj, jemi së bashku në këtë komunikim. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së parja ka patur kërkesa për ndihmë nga ana e njerëzve këto ditë të nxehta, kanë ndjerë nevojën e asistencës mjekësore të urgjencës kombëtare? Patjetër që e kanë pasur nevojën, ka pas lidhje nga i gjithë shërbimi shëndetësor, si nga urgjenca, si nga qendra shëndetësore verore, qendra shëndetësore normale dhe spitalet, kanë pas një fluks goxha të rritur në këtë periudhë, për vetë faktin siç e përmendët më parë që këto temperaturat e larta shkaktojnë shumë pasoja, por sidomos kozgjatja, që këtë vit siç e shikojmë temperaturat e larta po persistojnë prej ditësh ose prej javësh, gjë e cila bën akoma më të komplikuar këtë situatë dhe nuk është vetëm fakti i sëmundshmërisë, por po shohim që temperaturat e larta mbi ngarkesa po na krijon edhe probleme të tjera siç ishin ato që pam me hotelin e Vlorës, me zjarret, me aksidentet shtëpiake përsa i përket këtyre temperatura dhe ngarkesës së madhe elektrike që nevojitet për pajisjet që janë në përdorim në këtë moment. Kështu që na i ka shtuar punën më shumë dhe urgjencat edhe ky aspekt i temperaturave të larta. Kapacitetet i kemi apo jo? Pra jemi përgjigjur në kohë, qytetarëve e kanë fjalën. Patjetër që jemi përgjigjur në kohë, ajo që po shikoja në bazë të dhënave, kishim nëse në vitin 2025 kishim 337 vizita në ditë, për 2026 janë rreth 400, 399. Pra ka një rritje të numrit të vizitave, ka rritje të numrit të transporteve, të aksidenteve, të gastroenteriteve, të sëmundjeve të verës, të virozave, gjithë të cilat demonstrojnë shumë saktë në bazë të dhënave që kemi në dispozicion në këtë moment. Më shqetëson shumë fakti edhe i aksidenteve, sidomos muaji gusht ka qenë një luftë, një betejë e hapur, sipërsa i përket aksidenteve, zjarreve, djegjeve në pallate, por sidomos aksidente rrugore. I fundit ishte ai i regjistruar në Manz në 5 të mëngjesit, ku humbën jetën 3 të rinj, u plagosën 2 të tjerë. Pikërisht për të kisha fjalën që vera vërtet që ka shumë variante gëzimi, divertimenti, por duhet të ruajmë gjithmonë ato rregullat e thjeshta, sepse janë pa kthim. Shëndeti është pa kthim, por sidomos humbja e jetës, për çfarë? Në 5 të mëngjesit, qoftë për gjumin, qoftë për pijen, qoftë për substancat, qoftë për euforinë që krijojnë dhe festat, të çojnë në këto rezultate dhe në këto aksidente të keqpërse që është një gjë e tmerrshme. Është një gjë që mund të parandalohet me pak kujdes më shumë, jo vetëm nga institucionet, sepse është megjithmonë shumë e rëndësishme e të kontrollojmë, por nuk mund të jesh në çdo rrugë, në çdo makinë dhe në çdo kryqëzim ku mund të ndodhi një gjë e tillë. Me që jemi te aksidenti i fundit, kur mbërritet në vendngjarje, çfarë konstatuat? 2 të rinj kishin ndruar jetë në vendngjarje? Po, pikërisht kishin ndruar jetë, sepse trauma ka një gjë shumë të rëndësishme, shkaku i saj. Ne gjithmonë themi që kur shkon në vendngjarje, koshenca, vetdia e personit si është, a ka hemorragji të jashtme, a shikon gjakderdhje që të bllokosh me njëra apo jo. Po kur ato janë të brendshme, është vetëm salla e operimit që mund ta shpëtojë. Por kuptohet që nga aksidenti, nga ndodhja, nga shkuarja e mjetit dhe ekipit, nga transporti, është një kohë që ikën menjëherë dhe kur hemorragjitë e brendshme, si thash, dëmtimet e organeve të brendshme shkaktojnë hemorragji, janë të pafalshme dhe sigurisht që në vendngjarje zakonisht kur ndodhin për këto arsye, për dëmtime shumë të mëdha dhe sidomos për hemorragjitë e brendshme.
Ndërsa të tjerët janë konstatuar në gjendje të rëndë, apo pra kemi edhe disa të tjerë të lënduar që janë transportuar në spital. Po patjetër, fatmirësisht kur ka fraktura, kur ka dëmtime të jashtme, kur nuk ka hemoragji sidomos, sido që të jetë, sigurimi i jetës është në radhë parë më i garantuar si mund thuash. Ajo varet nga dëmtimi që kanë, nëse ke një traumë koke, toraksi, abdomeni apo të gjymtyrve, dhe në bazë të saj janë edhe dëmtimet. Kryesisht hemoragjitë e brendshme si shtat traumat e kokës, që nëse ke një dëmtim të trurit është shumë e vështirë rikuperimi i saj, përsa i përket traumave të tjera është më e thjeshtë për rikthimin në jetë normale të personave. Por siç e shohim është e tmerrshme sepse ajo që ndodh tek të rinjt. Dhe të mbash jetën atë moshë ose të ngelesh invalid në atë moshë është megjithmonë të tmerrshme për vetë personin, për familjen, për shoqërinë edhe për vetë institucionet që kanë një ngarkesë shumë të madhe, qoftë psikologjike, emocionale, por edhe financiare në fundit, sepse janë të gjitha zinxhir me njëra tjetrën dhe komplikohet jeta e shumë personave tek njëti person që pëson një traumë apo një dëmtim apo një invalidim të vetes vetë. Kështu që këto janë shumë të lidhura. Dhe ajo që më shqetësonte ishte fakti që këto aksidente që po i shikonim ishin në rreth muaj gushtit, me fjalë nëse ne kishim me 10-11 në ditë, në muajin gusht janë me 18-19. Pra, një rritje shumë e madhe. Një rritje shumë e madhe sigurisht që kuptohet nga fakti që numri më i madh i turistëve, i mjeteve është në këtë periudhë dhe patjetër që është në proporcion edhe ndodhja aksidenteve. Por fatkeqësia që në këto javën e fundit, qoftë hoteli në Vlorë, apo skafi në Imar, apo aksidenti në Maminas, janë me humbje jete, janë pasoja shumë të rënda dhe sigurisht që është një keqardhje shumë e madhe, kur janë fakte që ndodhin që nuk varen më as nga sistemi shëndetësor, as nga policia dhe as nga kusht tjetër. Sepse edhe ti je inkoshent, që të shkosh të riparosh një skaf, me benzinë, me cigare në gojë, është megjithmonë të nuk di si ta përshkruaj. Papërgjegjshmëri. Papërgjegjshmëri shumë e madhe dhe fakti është që mendojmë gjithmonë vetëm për vete, po asnjëherë nuk mendojmë, por duhet të mendojmë që jemi gjithmonë të lidhur me personat që kemi përreth. Sepse kur je në makinë, varet kush të vjen përballë dhe nuk të ka borxh një familje, një person që po ecën rrugën e vet përplaset me ty që nuk jeni gjendje ose jeni gjendje të dheur, apo dikush që është afër skafit do është në skaf dhe ti kërkon të riparosh një gjë me cigare në gojë, ose vetë furnizohesh me karburant dhe përdor cigare. Këto janë tamam rreziqe shumë të mëdha me një papërgjegjshmëri shumë të madhe dhe është një gjë kaq e vogël. Pra, atë cigare mund ta pish më vonë, mund ta pish largohu nga ai vend, ku e di shumë mirë që benzina nuk fal, karburanti nuk fal, por gjithmonë bëhen këto tragjedi pasaj për gjëra kaq banale sa që të vjen ndonjëherë thua ku po jetojmë. Si është e mundur që kaq një uri bazë i ka kushdo, ku ka karburant, ku ka rrezik, ku ka kthes, ku ka nga këto pengesat në eshtrira në tokë, të nxjerrin nga rruga apo ishte shpejt. Patjetër që do psosh një aksident. Dhe dihet shumë mirë pasaj kur shkon, siç thash, në festat, në këto klubet e natës, që pagjumësia është e para. Në 5 të mëngjesit, çfarë do të presësh? Të nxjerrë gjumi. Nëse ke gjithë natën, çfarë do të presësh? Nuk i ke reflekset më në lartësinë e dur, ti përgjigjesh çdo emergjencë, frenimi, apo kthese, apo çfarë do lloj papritur që rruga të sjell.